Është një grup mjaft cilësor, është një grup i cili jo më larg se 8 muaj luajti në kompeticionin U17, i cili u organizua në Shqipëri dhe kjo është një eksperiencë për këtë ekip që mund të na ndihmojë në këtë kompeticion që kemi. Grupi është i plot, ka cilësi goxha, cilësitë individuale të mundohemi t'i vënë në shërbim të grupit dhe mendoj që do bëjmë mirë për të arritur maksimumin që kemi në këtë kompeticion. Janë 3 ekipe, të cilat 2 nga të cilat po të shikojmë në letër janë ekipe të lehta, në thoni sa po e them këtë, por nga ana tjetër koha e ka vërtetuar, sidomos për ekipin e Luksemburgut që kanë bërë mjaft mirë. Janë një ekip që luajnë goxha mirë futboll, kanë cilësi të mira individuale, po ashtu edhe kolektive. Nga ana tjetër ne kemi analizuar si ekip bashkë me stafin dhe do mundohemi që të përdorim strategji ndryshe për secilin ekip. Malta është një ekip, po e themi këtë edhe këtë po e them thonjza, me një stil loje italian, trajnerin e kanë italian, janë disiplinuar mirë taktikisht dhe bëjnë futboll të mirë. Ndërsa Norvegjia është një ekip i fortë, dihet Norvegjia është një nga ekipet më të mira, janë ekip i fortë fizik, kështu që për të treja ndeshjet do kemi strategji ndryshe për t'i marrë maksimumin të treja ndeshjeve. Është shumë e rëndësishme për lojtarët dhe për ne të gjithë bashkë që luhet në shtëpinë e futbollit, luhet në Shqipëri. Është një eksperiencë e mirë për ne dhe për futbollistët, sigurisht që kemi edhe suportin e tifozëve dhe të mundohen që t'japin më të mirë.